çfarë të merri me rrugët shqiptare. Pjesa më e madhe e përmirësimeve që kemi bërë për të shkurtuar kohën e komunikimit mes qyteteve në disa raste për arsye të pjesëve është kthyer, pra pjesëve të lëna për gjys, është kthyer në katastrofë. Jam në rreth rrotullimin e Bradasheshit, shiheni këtu. Tani po ju bëj një shembull të vogël vetëm të rrugës, do ju kthehem gjithkohës. Tiranë-Elbasan. Tiranë-Elbasan, kur ishte Qafkraba, 15 vjet më parë, bëj 55 minuta, 1 orë 5 minuta, më ka qelluar ta bëj edhe 50 minuta. Ishte rrugë shumë e keqe, ngjiteshe në mal, zbrisje nga mali, shumë e ngushtë, po bëj. Sot u bë tuneli Elbasanit dhe rruga e re autostradë. Bëhet 30 minuta duhet bëj, ama 30 minuta ti vjen nga Tirana deri në Bradashesh. Në Bradashesh duhet rrish nga 15 minuta me vogla deri në 1 orë e gjys, ka qelluar dhe 3 orë. Po ja po të marr shembullin e sotëm. Në Bradashesh jam vonuar 27 minuta. Tani nga Bradasheshi në Elbasan ma jep edhe 18 minuta tjera. Pra 1 orë e 15 minuta për të shkuar nga Tirana në Elbasan, kur distanca është gjysma asaj që ishte nga Qafkraba. Qafkraba ishte 50 ca kilometra, kjo është 28 edhe pak rreth 30 e ca kilometra, ndërkohë që koha e lëvizjes është njësoj. Pra 15 vjet më mbrapa, Shqipëria ka të njëjtën kohë lëvizje nga Tirana në Elbasan në raport me atë që kishte para 15 vjetësh nga Qafkraba. Shiheni tani çfarë tmerri është në Bradashesh. Po ju tregoj edhe disa segmente të tjera. Rruga Tiranë-Elbasan. Sipas hartës është 860 metra akoma, 1.9 kilometra para rreth rrotullimit, rradha ishte kështu. Shiheni përpara. Vonesa vetëm këtu është 24 minuta. 24 minuta vetëm të kjo kthes. Të kjo rreth rrotullim, domethënë. Shiheni si është rradha. Për 3 jam për makinat këtu, duhet futen në rrugë për 1. Domethënë Tiranë-Elbasan me rrugën e re që ka 15 vjet që është ndërtuar, e bën njësoj sa rruga vjetër, sepse rri 25 minuta në rreth rrotullim. Shif ku është rradha përballë, s'mbaron. 840 metra tani mbasi kanë bërë 1 kilometër në radhë. Ja s'lëviz fare, nuk lëviz. Mateve minuta sa të duash nuk lëviz. Për një bypass që duhet ishe bërë i pari. Çdo gjë e ndaluar. Zero. Maksimumi mund të ecësh me 5 km/h. Ja dhe kjo, ngeci. Shohim kur të afrohem të rreth rrotullimi. 840 metra akoma. 20 ca minuta të ngelur këtu. Vetëm Vonesa është 25 minuta, kështu që 50 minuta ka qenë Tiranë-Elbasan nga Kraba. Kjo po bëhet 50 ca. Ky është momenti kur makinat nga për 3 bëhen për 1. Shiheni tani sa është rradha në pasqyrë e makinave. Ja. Jemi në rresh për 3. Unë, paralel një makinë tjetër, tani do kalojmë për 1. 28 minuta vonesë deri tani. Shije, këtu fillon segmenti fundit, 600 metra deri në rreth rrotullim për 1. Ja, akoma s'kemi dalë dot. Tmerri është.
ecim tani. Tani fillon ecja në radhë për 1 me 10 km/h. Ja dhe radha për para makinave, tani është normal. Ja dhe Elbasani ndej. Tani shiheni vetë llogarin, po eci me 16 km/h, 17-16. Këtu vjen rreth rrotullimi i parë, pastaj vjen rreth rrotullimi i dytë. Thash edhe një herë që rrugët e Shqipërisë janë katastrofë, bëhen segmente dhe nuk ka një rrugë lineare. Domethënë, nisesh nga Tirana në Elbasan, u bë rruga e re që zëvendëson Qafkrabën, po Qafkraba ishte 50-55 minuta nga Tirana në Elbasan, ja 1:10 kur kishte trafik shumë të madh. Ndërkohë sot të duhet 1 orë të vish nga Tirana në Bradashesh, këtu. Se Elbasani është në disa kilometra të tjerë, sepse të gjithë makinat që vinë drejt Elbasanit ngelen 25-28 minuta ngela unë, ngelen 20 ca minuta në Bradashesh, edhe rruga vetë, pra e kalon 1 orëshin, tani duhen dhe 20 minuta të shkosh në Elbasan, në mos më shumë, që vetë çfarë kaosi është këtu. 20 minuta të duhesh për të shkuar dhe në Elbasan, kështu që sot, mbas kjo rrugë është inauguruar mos gaboj në 2012 në tuneli, sot mbas 14-15 vjetësh, ne shkojmë në Elbasan më vonë se sa shkonim para 15 vjetësh. Vonohesh më shumë, edhe pse rruga është e re, duket autostradë, duhet jesh me shpresë Zotit që të mos ketë trafik. Shive tani si është. Çfarë të merri? Që vargu makinave. Se të ndodh as me shpejtësi lejuar, më shpejt që. Që të ndrejtimin tjetër, shqipsi është. Rreth rrotullim tjetër, gjithë rreth rrotullimet ngadalsojnë shpejtësinë. Shifsh trafik. Shqisisht niveli rrezikut në rrugë. 4 përlejmërime në një rreth rrotullim. 1, 2, 3, 4. Te ky rreth rrotullim që po shkojmë, ka 4 përlejmërime rreziku. 5 me gjithë të këtu pak më tutje. Rreth rrotullimi i Rogozhinës. Çdo pikë kryqëzimi konsiderohet rrezik. Edhe kjo u bë përkohësisht, shive tani, jenë autostradë, duhet ecësh në një korsi, rrezikon kryqëzimin përballë.
Edhe të merri më i madh është që përballë është rruga shifsi mbetet, se i mbetet 40, në fakt është 90 km këtu shpejtësia, sepse i mbetet tabela e rrugës andej. Shive si kanë ngelur arku këtu përballë. Këtu duhet ishte mbi kalimi që mos ishte ajo gjë, e kanë lënë. Doli lopa tani. Dy makina ne që ndalojnë për lopën.